Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15. Janë bërë 5 vjetë që nga arestimi I ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Të 4 ende mbahen në Hag në paraburgim nën akuzën për krime lufte, teksa procesi ka kaluar te ekipet mbrojtëse. Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi u transferuan në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag më 4 dhe 5 nëntor 2020. Të 4 në paraqitjet e tyre janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka thënë se nuk ka arsye ligjore e as morale që ish udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të mbahen në paraburgim nga gjykata speciale në Hag. Edhe 5 vjet pas arrestimit të tyre, e kur tashmë nuk ka dëshmitar dhe prokuroria e ka përfunduar rastin. Në një publikim në Facebook, tek ka kujtuar 5 vjetorin e arrestimit të tyre, Kurti ka publikuar një letër të cilën ka thënë se ja ka dërguar kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova në 2022. Aty, ai ka kërkuar lirimin e tyre, por kërkesat nuk kanë marrë përgjigje. Po në këtë ditë, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka organizuar një aksion para zyrave të EULEX-it. Në murin, në hyrje të këtyre zyrave, ata kanë vendosur edhe posterin me fytyrat e krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Grumbullimi disa qytetarëve afër zyrëve të EULEX-it alarmoi sigurimin e këtij misioni në Kosovë. Sa më shumë që shtoi numri tyre, rrite edhe lëvizja tyre brenda objektit. Kur u kuptua se ata janë veteranë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u lejua pa ndonjë reagim përfundimi e një aksioni simbolik. Në 5 vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-s, organizatat e dala nga lufta rrethuan me shërita të verë dyert të objektit të EULEX-it. Me pankartën që mbante portretin e 4 krerëve të luftës, u kërkua drejtësinë e gjykimit që po vazhdon ndaj tyre. Këtë datë e quajti si të kopshme krejë veteranëve, teksa tregoi edhe mesazhin e këtij aksioni simbolik. Kemi dalë që dërgojmë mikit e EULEX-it dhe ndërkombëtarëve që jeni të mbajt peng njerëzit I keni kidnapuar, ata njerëz të cilën sollën lirinë, pavarësinë dhe paqen dhe demokracinë në vend. Unë nuk kam që shtoj më shumë, vetëm të them një, ata njerëz të cilët mendojnë trupin Kosovë dhe kokën Serbi dhe kanë gabim. Ky vend është I shqiptarëve dhe I gjithë atyre që duhen të jetojnë në Kosovë të lirë. Ai që u lirua nga Haga me 17 tetor të 2023-s nuk beson se fatin e tij do ta kenë edhe ish-krerët e UÇK-s. Për momentin rrugën çfarë ka marrë gjykata, ju nuk besoj. Shpresoj, duhet besojnë se besojnë në Zot, që ata duhet vinë të lirë, po kjo gjykatë më shumë është politike se gjykatë që ndan drejtësi. Pritshmëritë e njëjta I patën edhe veteranët të tjerë që morën pjesë në këtë aksion simbolik. Si proces ne nuk shpresojmë shumë në drejtësi. Ne ushtria çlirimtare e Kosovës asnjëherë s'ka qenë kundraj drejtësisë. Ne kemi pas procese të ndryshme që kemi kryer gjatë periudhave prej mas lufte deri sot, edhe në mënyra të ndryshme është gjykuar ushtria çlirimtare e Kosovës, është akuzuar në mënyra të ndryshme, po asnjëherë nuk kanë gjetur asnjë fakt. Ish luftëtarin nga rajoni Dugaxhinit, Bujar Haradinaj, krahasoi gjyqjen e Hagës që u mbajt ndaj bashkëluftëtarëve të tij pas luftës me këtë të ditëve të sodit. I dim çfarë dëshmitarësh kanë qenë edhe domethënë nuk kalon që thonë ngurja zdru pa lujt, domethënë edhe I kanë hi procesit fillim edhe marrim, edhe s'kan mujt me gjet asnjë shibel që e përket ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë gjykatë sot që është themeluar fatkeqësisht edhe nga Parlamenti I Kosovës, ne kemi prit më shumë drejtësinë këta. Pas aksionit, veteranët u shpëndon të qenë nga kishin ardhur, teksa shiritat mbeten në hyrje të objektit të EULEX-it. E sot është shënuar edhe 9 vjetori I vdekjes së aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Gjatë homazheve të varrit I tij u kërkua drejtësi.
Gjërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se 9 vite janë shumë kohë pa u zbardhur e vërteta. Gjithë bashkaktivistët të tij, televizjes vetëvendosje, që të bëjmë nderime sot me rastin e 9 vjetorit të mbytyjes së tij në burgun e Prizrenit. Astrid Dehari ishte në burg për shkaqe politike, për shkak se nuk pajtohej me pushtetin e atëhershëm. Ajo mbyt në burg dhe sot e kësaj dite nuk ka as të akuzuar, as të gjykuar, e lëre më të dënuar për rastin e tij. Për 9 vjet kanë qenë të gjithë këta gjithmonë për krah nesh në këto përvjetore që nuk janë të lehta. Sot është përvjetori i 9 i rënies së Astridit në burgun e Prizrenit dhe ky rast ende nuk ka përfunduar, nuk ka gjetur zgjidhjen. Kjo flet shumë për një sistem jo funksional të drejtësisë dhe ky jo funksionalitet mund të jetë më shumë duket se është i qëllimshëm se sa i pa qëllimshëm. Ndrojmë temë dhe flasim për liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjigon. Kë përmes një konference për media, sot u deklarua rreth mandatimit të Glauko Njufsës për kryeministër. Sipas tij, nuk mund të vendosë për Kosovën Këshilli i Përgjithshëm i një partie. Mujore, Kosovës, qytetarëve tonë tani po i propozohet si zgjidhje një qeveri e pakicës për një periudhë kalimtare, pra tranzitore, për të trajtuar çështje shtetërore. Unitet tranzitor, ta shpejton, dhe natyrisht është impunuar, pra jo me diskutim e dialog ndërpartijak, por me vendime të një partie politike. Jemi vonë. Partitë serioze do duhet të kishin menduar me kohë propozimin tonë. Përveç se jemi vonë, qeveritë pakicës nuk mund të ketë më në Kosovë. Nga viti 1989, nga 23 dhjetori vitit 1989, në Kosovë vendos shumica. LDK e rikujton se në demokraci pakica nuk mund vendos për shumicën, për popullin. Demokraci pakicës i thonë opozit, jo qeveri. S'mund t'jesh qeveri pakicë. Ose je opozit, ose je qeveri shumicë. Në demokraci pakica nuk e ndon buxhetin parën e shtetit. Kosova e ka ndaluar përkohësisht importin e shpezve të gjalla dhe produkteve të tyre nga Hungaria dhe Italia për shkak të pranisë së gripit të shpezve në këto dy vende të Bashkimit Evropian, njoftoi të mërkurën Autoriteti për Ushqim dhe Veterinari. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës tha në një njoftim për media se këtë vendim e mori duke u bazuar në raportet e fundit nga Organizata Botërore për Shëndetin e Kafshëve, si dhe Komisioni Evropian. Raportet e tyre kanë gjetur se në shtetin e Hungarisë është i pranishëm gripi i shpezve serotip me patogenitet të lartë HPAI H5N1 në fermat komerciale dhe në shpezët e egra në njësitë administrative Gjes, Negikon dhe Zolnuk. Ndërsa në Itali, ky grip është i pranishëm në rajonet Emilia-Romagna dhe Lombardia, sipas AUVK. Një 11 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 të tjerë janë lënduar si pasojë e një zjarri që shpërtheu në katin e 7 të një shtëpie pleq në Tuzla mbrëmjen e së martës. Njoftuan të mërkurën autoritetet në kantonin e Tuzlës në Bosnjë. Sipas të dhënave të fundit të pakonfirmuara, 30 persona janë shtruar në spital në qendrën klinike universitare në Tuzla, ndërsa numri të lënduarve që deri më tani kanë kërkuar ndihmë mjekësore është më i lartë. Viktimat janë banor të shtëpisë dhe trupat e tyre do të dërgohen për identifikim dhe autopsi sipas autoriteteve.
Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi zjarrin, por autoritetet e kanë nisur një hetim në vendin e ngjarjes. Drejtori i shtëpisë së pleqve, Mirsad Bakalović, dha dorëheqje një ditë pas zjarrit. Në një njoftim zyrtar, disa orë pas zjarrit, shtëpia e pleqve konfirmoi numrin e të vdekurve dhe të lënduarve dhe shtoi se të lënduarit po trajtohen në qendrën klinike universitare të Tuzlës. Sipas saj, mes të lënduarve ka edhe oficer policie, zjarfikës, punonjës mjekësor dhe punonjës të shtëpisë së pleqve në Tuzla. Flasim tani për zhvillimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku demokratët ka rënë fitore të rëndësishme. E në New York mori vëmendjen Zoran Mamdani, një socialist demokrat 34 vjeçar, i cili është kryetari i parë musliman. Me përshëndetje ironike për presidentin Donald Trump, e nisi fjalimin e tij të fitores. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Kandidati demokrat Zohran Mamdani u bë muslimani i parë që zgjidhet kryetari i New Yorkut, duke mposhtur ish guvernatorin Andrew Cuomo dhe kandidatin republikan Curtis Silva. Me mbi 1 milion vota të newyorkesve në daljen më të lartë në votime nga viti 1969, Mamdani krahasoi pothuajse të gjitha të këqijat me Trumpin. Pas gjithçkaje, nëse dikush mund t'i tregoj një kombi të tradhtuar nga Donald Trump se si të mund, atëherë qyteti që i dha jetë atij. Ne do të mbajmë pronaret e këqij për llogari, sepse Donald Trumpët e qytetit tonë janë bërë tepër komod duke shfrytzuar qiraxhinjt. Vetëm disa javë më parë në një tubim elektoral, ky u pa teksa bënte shqiponjën ndykrenare gjatë takimit me komunitetin shqiptar. E përveç për kryetar, demokratët dolën fitues edhe në 2 shtete tjera kyçe në garën për guvernator, Virginia dhe New Jersey. Abigail Spanberg u bë guvernatorja e parë grua e Virginias, pas 74 burrash që ishin para saj. Ndërkaq bindshëm fitoi edhe Mickey Sherrill, guvernatorja e re e New Jersey, pasi fitoi kundër kandidatit të saj. Ky ishte edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit të shtatë. Për më të rejat e fundit, keni portalin Gazeta Express. Mirëmbëngjes.